Shirë, e para herë nga bashkon gjua, që Shqipë që folim i krejtna, edhe zishka me thamë, ndjemi si në shtëpi tonë këtu. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga jeni? Prej Shkupit. Shkupit? Po. Se je son Ferizaj? Vesh për qef, vallaj. Për qef, a po më tregon sa shpesh veni në qytetin e Ferizaj? Po në familje nuk kam këtu, vesh shok kemi. Vim, po, vim. A po më tregon cila është përshtypja jote për qytetin tonë? Fenomenal, Fenomenal. fantazi. Përveç qytetit që po të pëlqenë, po besoj ka diçka tjetër që të rhej. Edhe përveç shoqënisë që të vjen për ta. Shirë, e para herë nga bashkon gjua, që Shqipë që folim i krejtna, edhe zishka me thamë, ndjemi si në shtëpi tonë këtu. E ndjeni si në shtëpi? Po. Në rregull. Unë po du me të pyet, kalon vetëm një ditë apo qëndron më shumë këtu? Kur të vim për mëngjes, vim deri mbrëmje. Prej mëngjesit deri mbrëmje. Edhe pju mjafton ditat që me vizitu qytetin. Sa po shkojmë në Shkup, po të shmami prapë, edhe po dim me këthi prapë dhe. Po doni pra me orë të? Po. Kur në? Mish, po të. Ku po hani mish? Ta shofmi në restoran dikur më mirë. Sa pju pëlqejnë ushqimet tona? Me çmimet janë pak më ndryshe se të na, këtu ma lirë janë. Ma lirë? Po. Në qka ke vrejt, për shembull, në cilin një ushqim ke vrejt çmim më të lirë? Te mishi. Te mishi? Po. Në rregull. Je do me thonë që e konsumon mishi goxha shumë? Mashallah mbos. Po të shpom shef. A ke një përshëndetje për gjithë ferizajasit që po e shohin këtë video? I përshëndes. Çfarë thon? I përshëndes krejt, po kaloni edhe pak ka Shkupi, pse jo? Me ardhe dhe në andej? Edhe ju vjen me ardh ka Shkupi. Na mirë pret njësish, po ju mirë presim edhe me Normal, juve? patjetër. Në rregull, po shpresojmë. Faleminderit shumë, kënaqësi. S'ka përse. Respekt, kaloj sa më mirë. Kalofshi mirë.